يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë për e ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja qojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatlinë të nderuam. Kjo është hutbeja e dyta me radhë që do të flasmi rreth një cilësie të keqe, të shëmtuar, të ndaluar nga dini islam, e aja është gënjeshtra. E kemi pa të arsyeshme të vazhdojna këtë temë për shkak se gënjeshtra është e përhapur në ditët e sotshme, si ndoshta në shtëpitë tona, në rrethin ton, në qytetin ton, në shtetin ton tani dhe prej kokave të shku tani të poshtë, është e përhapur gënjeshtra shumë. E ne do të flasim se ky dini islam i pastërt dhe i kompletuar nga ana e Allahut Azza wa Jall shumë ka ndaluar dhe rand ka folur për gënjeshtrën. Nëse e merr Kur'anin dhe e shfleton, kemi gjetë se brenda këtij Kur'anit është përmend fjala gënjeshtër, është përmend afro 251 herë. Diçka nëse një ndalesë kishte mu përmend veç një herë në Kur'an, është e madhe shumë. E çka shtohet mbi një herë, mo tani veç përqendrohu mirë. Ndërsa gënjeshtra u përmend 251 herë në Kur'an, këtë deshti ose mbas kësaj na kuptohet se sa e neveritshme dhe sa e keqe është shpifja, gënjeshtra dhe rrena. Allahu Azza wa Jall në Kur'an thotë: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Tha Allah Azza wa Jall, o ju njerëz, largohuni prej adhurimeve të kota. Largohuni prej adhurimeve të putave, të idhujve, të drunjeve, të gurëve, të njerëzve, adhurimeve të kota, largohuni prej idhujtarisë. Mëkati më i madh që s'falet. S'ka më thonë njëri ka qenë idhujtar, nashta Zoti e fal. Idhujtar në xhenem është për gjithmonë. Ndërsa Allahu kur tha këtu, runjoni, largohuni prej idhujtarisë, a din me çka e krahasoj pas idhujtarisë? Dhe fillim tha, largohuni prej idhujtarisë dhe largohuni prej gënjeshtrës. Bëni krahasim me mëkatin më të madhin që është idhujtaria, që s'falet nëse suspendohet trupi, s'falet ajo hiç, s'kojmë të parat njeri më, e krahasoj gënjeshtrën me këtë. Veç krahasimi që bëri Allahu Azza wa Jall në këtë ajet, alo dën se sa e keqe për me kuptu të ashtë se sa e keqe është me rajt, sa e shëmtuar është gënjeshtra dhe rana, si për Allahun, për pejgamberin, për dini islam në përgjithësi, pasaj edhe për njerëzit muslimanët të tjerë, është kështu e ndaluar për me di se sa e keqe është, veç shikoje se me kanë e krahasoj Allahu Azza wa Jall. E krahasoj me matë keqen, ajo është shirku, idhujtaria. Allahu Azza wa Jall në Kur'an e bëri me shenjë se gënjeshtra e kam pas përmendë herën e kaluar se e përmendi pejgamberi sa është shenjë e munafikave, shenjë e dyftyrshave, shenjë e hipokritëve. Mirë, po këtë përmendje ka bën para pejgamberit edhe Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Allahu në Kur'an thotë: "Innal munafiqina lakadibun." Tha Allahu në këtë vend në Kur'an, munafikat, dyftyrshat, hipokritët janë gënjeshtarë. Janë gënjeshtarë dhe në vendin tjetër tha: "Walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun." E këta munafikat në ditë gjykimit kanë me pasur një dënim
të dhimbshëm për shkak gënjeshtrës së tyre që ata kanë bërë. Një dënim të dhimbshëm veç pse kanë qenë gënjeshtar. Pastaj Allahu Azza wa Jalla përmendi në Kur'an se gënjeshtarët edhe shpifin edhe për dinin islam, për Allahun, pejgamberin dhe për njerëzit e tjerë, më tani nuk diskutohet. Tha Allah Azza wa Jalla: "Wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda." Tha Allah Azza wa Jalla, në ditën e gjykimit kimi pa ata njerëz të cilët gënjyjnë për Allahun. Thanë se Allahu çështu po thot, pakon. Thanë se Allahu është një i treti, pakon. Thanë se Allahu ka shok, pakon Allahu. Thanë se Allahu ka fëmijë, pa pas Allahu. Thanë se Allahu ka baba, pa pas Allah Azza wa Jall. Thanë se Allahu ka këto të meta që në fakt Allahu nuk i ka. Tha Allah Azza wa Jall për këta gënjeshtarët, kimi patin ditën e gjykimit me fytyra të nxjera. Muswadda, të nxjera, kanë thonë në zbërthyesit e Kur'anit, është si nata më e errët që ti ke po ndonjëherë. Natë që shihet as hona, as yjet nuk shihin asgjë, as drita, as kur gjë s'ka, si errësire, kanë një bon fytyrat e tyre në ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall kanë thonë zbërthyesit e Kur'anit. Allah Azza wa Jall janë ndryshon fytyrat e tyre, ja ban zeza. Për shkak se ata e mbulun të vërtetën. E vërteta së shkon që kanë folë për Allahun, ashtu po këta e mbulotën me gënjeshtra. E vërteta s'ka qenë për pejgamberin, shka po e thënë ta. E vërteta për njerëzit shka keni folë që ashtu së shton. E Allah ja keni mbulu, një njëri ka qenë fort i mirë, por jo keni mbulu me gënjeshtra. Allahu Azza wa Jall ta mbulon originalitetin e fytyrës tënde me të zezë në ditën e gjykimit. Qysh ja mbulove ti? U përpiqem ja mbulu realitetin e dikujt në dunjë, që ka qenë realiteti i tij, ja mbulove të mirën me të keqe, atëherë Allahu do ta mbulon fytyrën tënde me të zift në ditën e gjykimit. Kjo për me tregu se sa e shëmtuar është gënjeshtra. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin që vjen prej Aishës. Aisha radiallahu anha: "Ma kana khulukun abghad ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib." Tha Aisha, s'ka pos na i ves, s'ka pos na i gjest, s'ka pos na i tipar dikush ose më të keq ose mas shumë ti që e ka urrejt pejgamberi se sa gënjeshtra. Pra kështu tregon Aisha, mas shumë ti prej këtij tipareve të këqija çka ti ke mujt me i pas, mas shumë ti e ka urrejt dhe se ka dasht pejgamberi gënjeshtrën. Tha Aisha, që nëse i shkoj ke ndonjëherë në lajm pejgamberit alayhi salatu wassalam se dikush ka gënjy një herë, ta pejgamberi alayhis salam tha Aisha, ati mu nuk ju heke prej mendjes së ti ai person, dhe gjithherë ai person më ishte i dyshimt. Ai ishte gjithherë mu i dyshimt, mu tek ai tek pejgamberi nuk vlek ai njeri deri kur, derisa i vi ke lajm shumë i sakt se çai person për çat gënjeshtrën është pendu edhe i ka ra mas vetes e ti deri se bajke këto. Tha Aisha pejgamberit më nuk ju heke prej mendjes e tij dhe mbet ke i keq ai njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith e ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani të hadithi është i vërtet. Tha pejgamberi alayhi salam: "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan." Tha, o ju shok të mi, a doni t'ju tregoj se cilat janë gjunohet më të mëdha? A t'ju tregoj se cilat janë kulmi i gjunoheve? Këto e përsëriti 3 herë. Ju thani herë shok vet, a t'ju tregoj se cili është gjunohi më i madhi? Ata heshtën. Edhe i herë atë ju tregoj, ata i thanë: "Bela ja Rasulullah." Tha, po gjithsesi o i dërguar i Zotit, po tregona cilat janë çato gjunohet më të mëdha që të ruhemi prej tyre. Hadisi janë numëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa al-ishraku billah. Gjunohi më i madh tha është me i bë shirk Allahut Azza wa Jall. E dyta tha: "Wa uququl walidaini", edhe mos jell keq me prindërit e tu, E tjetra tha, tregon ky sahabi, tha: "Wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawl az-zur." Tha derisa I tha këtu, me I bën shok Zotit është gjunohi më I madhi. Mos jell keq me prindërit është gjunohi më I madhi, ishte I shtrin pejgamberi alayhis salam kur ata citon. Po kur I përfundoi çto dyja, u drejtu. Tha Abu Bekret e ky sahabiu tha, u drejtu pejgamberi, u ul dhe ja nisi me thonë: "Ala wa qawlu az-zuri", edhe prej gjunoheve më të mëdha është gënjeshtra. Prej gjunoheve të mëdha, ama u drejtu kur ja nisi me fol për gënjeshtrën.
Në fillim e boni krahasim me shirkun. Pastaj e boni krahasim me padrejtësinë që i bën prindërve. E pastaj u drejtu për më tregu që kjo është kulmi i këqijave krejt. Kur u drejtu dhe tha, tha wa qawlu zur, edhe tha gënjeshtra është prej më të këqijave, edhe ja nisi me preserita pejgamberit disa herë, edhe gënjeshtra është prej më të këqijave, e gënjeshtra është edhe gënjeshtra, derisa thot ky sahabiu, tham, sikur të kishte me hesht pejgamberi. Se shumë herë preseriti të na thonë neve se gënjeshtra, tha, kishte me hesht, se ju dhim pejgamberit, qa shumë e preseriti mendun se mos pa e shqetësën esen në brendësinë e pejgamberit, në ndjenjat e tij pa e shqetësën, tu e përmend këtë keqe gënjeshtën, tha man kishte me nal pejgamberi, alësëm dhe këtë hadith e ka transmetuar Imam Bukhari në Adabul Mufrad dhe Sheikhul Albani ka thonë është i vërtet. Tha pejgamberi alayhis salam na boni neve me shenjë, se ka me orë një kohë që gënjeshtarët kanë mushtu shumë. Edhe vërtet, sallallahu alaihi wasallam, vërtet gënjeshtra është shtuar ndoshta në kohë të sotit më shumë. Ju pa ta tregu se më herët edhe idhujtar kanë qenë, Ebu Sufjani ka qenë idhujtar në atë kohë, edhe i ka ardhur marrë me gënjy. Idhujtar ka qenë. E pejgamberi ka me orë një kohë ta kanë mohop ta shumë numri gënjeshtarëve. Tha pejgamberi, inne bejne jede i sea këdhabine, fahdëruhum, ka me orta para kiametit njerëz që kanë më përhop shumë gënjeshtar. Tha kujdes prej atyre gënjeshtarëve. Kujdes prej atyre gënjeshtarëve, dhe këtë hadith e ka transmetuar imam Muslimi. Aliu radiallahu anhu tha, قد يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باختياله. Tha Aliu radiallahu anhu shoku i pejgamberit. Ai tha, i cili është i sinqert, me sinqeritetin e tij, edhe nëse e sinqerta është në kundërshtim me veten e tij, me sinqeritetin e tij ka me arrit shumë më shumë se sa që njani me gënjeshtën e tij ban trillime dallavere veç për me përfitu një send. A peta i sinqerti ka me përfitu dha më shumë se sa ai gënjeshtari që përpiqet me gënjeshtën e tij me përfitu diçka. Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu Omeri tha, ma kedhebtu kedhbeten mund shedetu alije izari. Tha Omeri radiallahu anhu, s'kam gënyu as një herë, Omeri, për cilët na morë mi fejen, për cilin na themi që është njeriu më i miri pas pejgamberit dhe Abu Bekrit, për njeriu që ne themi është i përgëzuar me xhenet se pejgamberi ka përgëzuar, për një njeri që i ka udhëheq muslimanët mbi 10 vite, për një njeri që kanë kohë të mëdhaj dhe të vegjëlit kur ka ndru jetë Omeri radiallahu anhu. Ky njeri tha, nuk kam gënyu asnjëherë prej kur e kam lidhur rrypin tem. Dietarët kanë thonë, ka thonë Omeri, prej kur kam hi në moshën madhore, unë kur një herë nuk kam gënyu. E Omeri s'ka lind në islam. Omeri nuk ka pas lind në islam. Omeri është konë mushrik, idhujtar është konë, pastaj ka hi në islam. Por as idhujtar kur është konë, s'ka gënyu, s'ka rajt kur. As idhujtar, heq, prej kur thët jam hynë moshën madhore, prej kur u bona me lidhë rrypin, tha kur njëherë nuk kam gënyu. Për këta ne kur thomi ka thonë Omeri se ka thonë pejgamberi, a na vjen në mendje tu na mu pastaj, me thonë që Omeri ja pas ka gënyu, sikur që mendojnë shijat e mallkuar. Po kjo ishte Omeri radiallahu anhu, që kur njëherë nuk kishte gënyu në jetën e tij prej kur ka hynë moshën madhore, edhe kështu do të përpiqemi të jemi edhe ne që prej gënjesës të largohemi dhe të bëhemi të sinqert në të folurën tonë, duke e pasë sa shëmtuar qenë ka gënjeshta dhe për gënjeshtën kemi për të folur ende, por inshallah këtu mbesin herave të ardhshme. Elusmi Allahun të na falë, të na mëshiron. Elusmi Allahun azza wa jall prej të devotshmeve, të mirëve dhe të sinqertëve të na ban. Elusmi Allahun azza wa jall prej atyre gënjeshtave të mëdha dhe të vogla të na largon. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.